Zot jam të spaku, po këtu është vendi që edhe pse është diell del ndonjëri që thot nuk bishi sot, nuk bi. Do t'ju tregoj histori që do i lej pa mend. Më kujtoi ti shoku im Xhaxhi. Edhe kishe prindrit në moshë. Në moshë të thyer. Dhe po e shikonte që ishin nga fundi i jetës. Dakor? Shumë bukur. Dhe donte që të bënte testamentin, që babai dhe mamaja t'ia lënin djalit. Po nga që ishin në moshë, nuk mund ta bësh dot më testamentin te noteri. Noteri thotë duhet shkosh te lagja që të marrësh i vërtetim, je në rregull nga truri, si je në rregull, i jap, se i jap. E mirë. I shkojnë te shtëpia këto zotritë shëndetit mendor, nuk e di, nga lagja, nuk e di. I shkojnë te shtëpia, Xhaxhi si je, se ti e për veten mosh, prandaj po ta them si mua bë. Si e, si ja kalon, qa bën, shumë mirë i thoshe ke qenë Xhaxhi, ja mirë, kështu. Edhe i thënë, qa do bësh Xhaxhi? Po ja du t'i li shpinë djalit, i tha. Shumë mirë, bën se ja një djalë të vetëm, bravo t'jo. Qa ke qenë Xhaxhi? Po kam punu gjithë jetën, jo kam qenë partizan, jo kam qenë kështu. Edhe e pan këto shëndetit që ky s'po jepte lek djali, i thanë, o Xhaxhi, po qa ditër sot o Xhaxhi? E Xhaxhi tha, po ku t'i gjonë sot Xhaxhi? Qa ditër sot? Ditë javë. A, si e ke mirë nga troti, nuk e meri, thanë. Nuk e meri, thanë. E bon shkritin që mas 2 javësh të reaplikonte prap, që ti meshin dhe i 50.000 lekë, a kuptoti se qa bëhet? E dha shumë ti, po si dhe 50.000 lekë, Allah, të erdhën të shtëpia, jepja 50.000 lekë shkritit, përse, për qa të thanë ato? A kupton, vetëm se nuk dite Xhaxhi qa ditër sot, ore, në pyesësh edhe mu se di qa ditër sot, e marrë të mërkur, apo jo? Se mund t'ja kështu është. Kaq është video për sot, ju përshëndesim.